subvencionimit edhe përmes kontakteve me sponsorë të ndryshëm. Ka qenë e lehtë edhe të gjenden kontaktet me shumë bende dhe me shumë artista, mirë po me pasion, me dëshirë, me vullnet, aktivizohet një rrjet i njerëzve të cilët e dojnë këtë lloj muzike, edhe pastaj suksesi është një rrugtim i cili në vazhdimsi shkon e bëhet më i madh edhe më i suksesshëm çdo vit. Nuk ka qenë e lehtë, mirë po çdo vit ai sukses që kemi arrit na ka motivuar për të vazhduar, sepse është shndruar në një gjenerator të energjisë, shtesë. Domethënë kur ki pak sukses, motivohesh për me vazhdu, edhe kështu kemi vazhduar çdo vit. Çdo vit ka pas sfida, mirë po çdo vit ja kemi dalë. Edhe unë besoj shumë që në vitet në vijim do të arrijmë që të sjellim një mega band në Prizren, sepse do të krijojmë buxhet më të madh përmes sponsorimeve nga bizneset dhe nga adhuruesit të kësaj muzike, edhe pastaj do të promovojmë diçka që quhet mega rock and roll band. Kemi pas disa emra që kemi tentuar të bisedojmë me ta, po kanë qenë niveli shumë i lartë financiar, s'kemi mujt me arrit ato, prandaj edhe kanë mbetur për vitet e ardhshme. Përndryshe vlen me theksu se festivali është falas, nuk ka bileta, nuk ka hymje, ajo u dedikohet adhuruesve të rock muzikës, edhe qëllimi është me promovu rock muzikën, edhe me promovu rock kulturën, sepse rocki shkon përtej muzikës, është kulturë, është mënyra të mendumit. Dikur ka qenë lëvizje për paqë, me siguri kujtohet. Po. Lëvizja hipike, Peace Brothers, kështu që tash kemi nevojë edhe për atë lloj fryme, edhe për atë lloj mentaliteti, edhe përmes rockut e sjellim edhe atë kvalitet, edhe atë mënyrë të mendumit, edhe atë vlerë, ja u servojmë gjeneratave të reja, ne ta shohim se gjenerata ime edhe profës sa ka adhurues, çka është kvalitet. Sa ka adhurues të rockut në Kosovë? Vitin e kaluar kemi pas diku 5.000-6.000 pjesëmarrës në festival, prandaj konsiderohet se nëse organizohet mirë, nëse bëhet një provim i mirë, zakonisht gjenden edhe mysafirët edhe adhurues të rockut. Ka, veç duhet me i targetu edhe me i motivu për me qenë pjesë apo mysafirë të festivalit. Është me thatë Prizreni që ka një kryetar si ju, se kam parë që mbështetni edhe aktivitetet sportive? Definitivisht po, për shkak se gjithë Prizreni e tin që unë kam qenë vetë sportist, edhe kryetari i klubit basketbollit 8 vite, edhe nën kryetari i Federatës basketbollit 8 vite, prandaj është profa trenerit. Apo mbështetni më shumë basketin apo futbollin tash, pyetja. E kam thënë një pasion